Po për më të përgjigj ty se ajo mëne as jo mas asaj, s'ka të bëj mu as një gjame mu. Edhe nuk është fare i arrestum, si shtot, për shkak të femrave, As nuk është i arrestum shtëpi, as nuk është i arrestum për femra, se ku është i arrestum dhe si është i arrestum dhe për çka është i arrestum, në videon tjetër që do ta bëj për filmin ku kanë bo gabime, në përgatitje të filmit do ta merrni vesh. I ke kap shamat, ha? A? E pas ke kap mat. Po fati i keq i tina, që një shok i imi e njeh një shqiptar që punon në stacionin e policisë se ku është arrestu. Do me thonë ja ke marrë çështjen e dy komplet shambon. Fiks. Dhe pse s'shet pra? Aja vlen mu marrë me to. Leja i le të bën lapa. Jo më rëpështje thashe e myte, ku më tha, ma ka më thonë, thashe e pas të përcullë. Kush ka ko mu marrë me ta mërla? Po lej, po është zote në të fjallë. Për të konë dangerous, je pak dangerous me të ndrejten, pak, i qik. Po jo aq mu marrë me njerëz, hajde mu marrë me ty, ja vlen, po mu marrë me njerëz si puna e tina, mësja, atë kujtohet ai rasti, kur ja qitat shokin e vetë që e shajti, kur ja qitat shokin e vetë në telefon që e pëshurri në rësiteje. Qa e kishte e Gjoni, qa e kishte e... Gjoni. Ja mos dek shkur më si do da. Ore Sem, Iq ka i ka po. të bëj një pyetje. Po. A me ndonë se mund të arrijet një dit, që tërë ne që jemi sharë me njëri tjetrin, t'i ulim gjakrat, bëjmë hapa mbrapa dhe o ti mbyllim me gjithë se cilit vazhdoj programin e vetë. Po shife tash... Po të bëhemi më gjerë se sa mund të bëhet njeriu, se duhet bëhesh i gjerë. Normalisht në platform, unë sot e kom shpjegu pak se çka bëjmë na në platform, çka janë gifterat edhe çka janë lojtarët. Lojtarët thjesht punojnë për TikTokun për mi marrë 40%, e kanë rogën 40% vlla. Gjitha giftet që gjuhen 40, dikon 50%. Gifterat janë klientat e TikTokut. Vinë ata zotnit i pëlqen si lun, i pëlqen adrenalina e banditit, e i gjun banditin, e përgra banditin dhe automatikisht ja qën 50-60% TikTokut, 40 e din që i mesin banditit. Po. Tu ka të bëj me klienta edhe me lojtarë. Por, lojtarët gjithë janë aktor dhe aktrojnë gjatë life-it që bajnë. Pra të si unë si kom dhonë vlerë as një sharje, as një fyrja se diçka. Sepse platforma e TikTokut as nuk bën ma të fuqishëm, as ma trem, as me fam, as pa fam, as i gjanë. Thjesht, çdo njeri që është këtu, 99% tyre janë për me hup ko edhe me fitu në i lek. Tani, s'mun është i mi qujt krejt këta punëtorë si janë me miliona që punojnë TikTok me këtë formen e 40% shit, mi qujt lëpirsa apo çka po djone. Lëpirsat janë ata tjertë që i kum cek une një live që kum folë 25 minuta. Pa, ti thunë, ti ai komuniste, si tërgat për ti. Jo, sekund. Pra të pjesën e lëpirsave, ja këti informacion, ja s'ka njeri, sepse ta këti lëpirsa ne s'kemi pasur kur as në endër. Qërë mërë të qova live i 1200 njerëz, une për 1200 persona nuk flasë të, ja qënë 2000, ja dolla krejt prej live-it. Po, shpërndani live-in quna, sepse Semi Dubai do bëj deklarata. Si dashe dhime muhabetin. Do bëj deklarata, s'ka. Unë para gjysore e pata me 12.000 vetë një loje e bona këtë hina me 12.000 vetë e pata, valla. Unë po të kisha gjuajtu 50 milion euro si shke gjuajtu ti në TikTok, do kisha shdo live 100.000 vetë asipër. Fiks. Po për këtë betojnë po qasja unë qenë rrugësh si që ke qasur ti, e ke unë bërkone,
Po një që janë ja tregoja vendit e pishti urës. Apo te një prishje shtëpia dhe se merr keshë, me mora vesh m'duket. Pa të ra me dron një shtëpi tonë tha. Janë shpitame, jo. Po bana, po do të tregojmë të këtu Merr keshë. E kështë e parë Sa keq e gjun kjo tropojani, ha? Merr keshë për shatë shtëpi si ta vaten prish. Apo të hedhish lek në atë shtëpi. Ja, ma lërë, pak një 3 objekte ma tutje kanë gjujt. Me gjujt s'kanë gjujt, po ka plasë, ka ra një pjesë e asaj... A ke ish biznes, a? A? Atë kanë dëmtu në shtëpi këto prerrat? Ashtu i ka të siguruar, ajo, po inshallah nuk është vetë brenda, kur do të gjë. Une, gjdo shtet ku përfundon lufta jam i pari që ihi aty, pa rrymë elektrike, a zhvillohet shteti. Tani po hap luftë në Dubai, ku ke ndërmend me ikë vëlla, si do e bash emrin, Sam Kushi. Ku me ikë, pse me ikë për Dubajt? Po ndoshta ka me plas lufta më fill, duhet me lëvizë vëlla, duhet me avugues, s'ke apo më aty. Po, ka plas lufta edhe në Kosovë, kam qenë 2 vjet, 2 vjet mas lufte. Po ka zhon tjetër tash se luftat e sotit janë lufta me prellat mëdha, veç vinë dalçoni dhe lam të mirë. Burr, ata Irani po gjun baza amerikane, nuk po gjun një... Ky s'ka lidhje me Amerikën e vëlla, ky është 30 vet. Me Amerikën s'ka lidhje ky. Ky se bet me Amerikën. Ky është 30 vete vëlla, ky edhe ato prona që ka atje i ka të siguruara, pse po i prish kung disi era pallati? Shkoj në Shangaj une. Ja, mbje kesh për tani, pse më hap lufta profesor se ti nuk i di dëzhon profe, se ky i di, edhe ky do më kuptojsh më të thonë tash. Momentin si shtetin lufta, profe këti ja marrin tan lekt. Ky s'ka më lekë shkrajtë me gjujt. Ikun pjesat, Ku ja marrin ton lekt? Ja frizin bankën e profesor direkt. Gjë sekond gjëre, dale. Shiko tani prit o bando, prit. Prit se do të them mund ty kush është ky me fakte. Prit. Zvicër s'do të ketë luftë kur në jetë. Ja, s'ka në Zvicër ja. Në Singapur s'do të ketë luftë kur në jetë. O s'ka dhe këtu ja. Pa e më e mi majt në Dubaja? Pas keme. Si keme në ti mes me trafë. Kam 2 fakultete, o, bandit. Allah, ta po, mos i që kur s'klevrit prej kalme. Ore banda ka gjetur zgjidhjen ky. Po në Zvicën i ka shu 100% ky rëpt. Po s'ka lek ky. Vese me e marë samin peng rëpt e motra, që una ka të merë një rëpt, s'ka asë lek rëpt. Asë një me vetë, hiç. I merë një orë, i merë një gjanshë, shtu takë, si merë i ka të në numër, shifrat. Qa po thuare, o banda? Seriosisht e ke? Jo, me marë peng më pështojnë se një avë ditë ripa po gjo. E thuare banda manëre. O ti dire, unë e kam shpinë midis Luceri, që shë e Zvicër jetë ati. Zvicër jetë ati. Sa mehna me ta fare, më gjithë ku ka shpia kë njëri, ka shpinë Italie, ka shpinë Ungarie, New York, Londër, ku s'ka shpia? Pse, qa lidhje ka e banda, pse a që vështirësh për të patur shtëpi në shtetet ndryshme? Ore bando, një fun çuna që janë këshulla me pak mundësi dhe kanë shtëpi në 3-4 shtete. Ola, është me pas shtëpi, ola. Bushi. Ore bando, pse qa ka, ola? Po pse s'ke bli në islam, a ke në islam në ishull tani sa më në gjanë, shështë për shembull, me shiu vetën e vëlla me shok, me dashami, a ke bli një vil një gjanë vend? Po, hin Google, a ki telefon tjetër? Po, direkt o kërëministri e gjera ma. Olir? Shkruje Sami Island në Greqi. Në Greqi e ke bli, ha? Shkruje, kur ka qenë në faliment në Greqi e kom bli, shkruje Sami Island. Sami Island? Po. Sami, është tip, po jo mëse këtu ka shumë anije, vëlla. Shino? Jo, po, jo anije, po ishull, vëlla, ishull. Po pra, tash, a veç ishull, a është kë, Sami of... Të Qefalonia. Po. E po që kujtohet. Kapeleonia. Masi pyte për ishull, këse?
E kush e ka vizitu këtë ishullin? Kush e ka vizitu? Çdo njeri që e viziton, që shkon nëpër ishuj. Jo, Edhe si e ka? Edhe hoteli e ka emrin tem. Një hotel është vetëm. kush e ka vizitu vendin ton aty, ke qenë ti ke bon party, a ke bon festa aty? Jo mos ku bëj festa, unë ku bëj biznes, nuk bëj festa. Tani nuk mbledhesh me shoqnin e me shku aty për shembull me shiu ton, aty me shiu me pi, me me ushiu këtë 200 veta. Po pyeti të shoqnin që shkojnë për pushime atje në hotel, a ishtin kush më pagu? Uaj, di sa në servis tanë janë gjëzna falas, ma mërmenja se nuk i leti me fut dorë në xhep. Ta shoqnia jo lpircat, a vashi fije. Zhan, nuk i le me fut dorë në xhep edhe në Zhan pije po ja fute, se Zhan në xhep. Për shumë në Zhan pije se... Sem se ka ardhur Viktori, ta thus apo jo? Jo, dashit me fut Viktorin, unë i përshëndes. Nuk shoh, Jo, jo, se nuk do që të kapeni me njëri tjetrin te live-im, prandaj. Jo, s'ka lidhe Viktori gjë me mu. Viktori pun vetë unë në punë time. Pse si... Okej, ma thuj Zhan, pse si del ball për ball tash me kom me fol me ton, debat pa të shah, me pa të ofendume, me i thonë... Çfarë anësie ka mi dal ball për ball një personit që nuk e pranon të vërtetën. Po, ajo është, ka i thot kom prova dhe po të akuzon, është ka të akuzon për i Zhan se me të ndren Zhan shumë e rande ja bon kuq ata. Se marrë parasysh unë akuzën e tina. Tjetër herë, kur bojnë film, le të bojnë një film pak më të kuptueshëm, ose le të bojnë film vetëm për nivelin e personave që janë sikur ata. Po ti problemi janë për shumë. O Bando, gjëqi. Redaktori i filmeve i redaktoj. Bando. Atere, Sami Sejda, drejtus ose CEO ose administrator, në të dhenat financiare të fundit, në vitin 2023, vetëm nga një biznes, ka 24.3 milion të ardhura. Një burim tjetër, ore vlla. Ashtë ky. Po kjo, kush unë? Ti kam emrin ty? Ti pa Tani e dino të gjithë. Një burim tjetër thot 78 milion euro. Okej? Fitim neto, me fjalë për çdo vit llogaritet që ka mbi 6.5 milion euro. Del Sami me hiti del. Po s'na për të foli me Samin, të marrë se me të fut ty tash unë si ky ik. Edhe Stal me njerë. Ja kam kuptuar më si. Pret, o Sam, ata fusim 2 minuta vlla. Masi që dalon në futë sa dush. Nuk do me po muhabet me të fare? Jo, s'kam çka të bëj muhabet. Po të mbarojmë muhabetin me Samin e pasandaj atë ashtu. O Bando, nuk kam se të kapen me njëri tjetrin, aq më tepër. Tani, Bando, po të kërkosh emrin, se këtu dalin e sa gjëra. Ose këto dalin gjitha ndej, po varet se sa ka thasin për t'i kërkuar për t'i gjetur. S'po nxjerrim të gjitha. O Bando, po të kërkosh për Semin vlla, shikon vetëm këto numra. Me miliona euro, e kupton? Janë gjana që deklarohen edhe paguan taksat për to, kështu që janë gjana që janë, domethënë, të hapura, nuk është që ti 75 milion euro ishte 2023, 72 milion euro 2024, shkohet ka rënë punën 2024 në lëvizëre. 74 milion euro 2025. Kjo është vetëm e një biznesi që shëtë ati. Po se s'dua ta them emrin e biznesit. Unë kam 5 firma, llogarit. Allah, po, a do bëjmë i biznes bashkë, Allah, sa le do ma dhoni hyrje midis Dubajt, me ta blej? Hajde me 5 buk në Dubaj, ta do shpinë. Ti 5 buk. E di. Ti marri me vete ti sjelli aty. Po buk shpije veç. Shkoj me marrë shpije, marrë biruc. O Bando, dëgjoj tani. Vetëm dëgjoj me kujdes.
Tani do ta themi këtë pjesë. Abu Isa Holding i ka marrë këtij zotëris, i ka shitur ky 50% i Nesig S.P.A. E kupton? I ka shitur ky aksionet atij botit. Ka gjetur një bot me lek Dubai ky. Okej, po shikoj tash Në Katar, jo në Dubai. Në Katar, prit bando. Ka gjetur një bot me lek Katar ky. Edhe i ka futur 50%, i ka dhënë gjysmën e kompanisë. Dhe çmimi që ky i ka shitur 50%, kanë qenë 468 milion euro. E kupton apo jo? Pak më shumë. Po ku ndodhesh tani? Ka që është deklaruar këtu se çka ke bërë ti të tuat nuk e di unë. Tani tim i based jeton në Dubai, ti nuk jeton aty. Po, nuk dua që të kapen Jo, në unë jam live. shkodran. Sinqerisht unë edhe kur isha në një live Allah, ku jeton? Ku je Viktorin ti uroj që s'ka probleme me shtet me gjëra, edhe nuk dua. Ku jetoj në Kosovë? Në Kosovë nuk jeton Jo, ti. Viktor, e ke gabim. Si nuk jeton në Kosovë në Shqipëri? Nuk jeton ti as në Kosovë as në Shqipëri. Ti vetëm shko për me takun e njerëz, në me tu nuk jeton ti aty. Po familjen në Kosovë kam. Po ti nuk jeton në Kosovë, se me tu në Kosovë do të kishim pa, do të kishim pa Po njerëz. unë nuk jetoj kërkun se non stop lëvizje, unë jetoj në avion, po Po pa shumë bukur tash, ku je based ti më shumë e mon, çfarë shteti je i based, domethënë si e ke pak si jetesë. në Shangaj, E ku në Shangaj? në Kim, Atje je më shumë e mon. atje rri më shumë ti. Në Në Shangaj edhe në Zvicër. Pas ke gjetë vende më të mirë e marrë te kinezët. Në Shangaj edhe në Zvicër. Bravo çokër, Kina aty është vendi ku mundesh me Aty investon 1,07. Ora sa kam leshare kam më berë të motor, mytje më mënon e motor. Në mytjera për ky shlashtër, pa shkruajt e familjes, në babe nane, fut hajde më rëbur. Ej, o bandit, Ha vlla. ka higo e pidhi i Dubajt. Ja, mos shaje, lam. Jani, i sekund, mirë bone që fute, po ti profesor, ka e bo ka shok me këtë semin që e shashe ta në ditën privat me mu, ti thënë është djallë bëzë që i legen, është intrigus, mos si me ta. Ka e bo ka shi butërë. Mos shaje më si se Jo, sepse nuk e shaj profesorin s'kam punë me shase. Ka e bo ti profesor, këtë me të pytër. E para njerë më vjen mirë që i ke mbyllur ato problemet që ke pasur. Ja nise live-in dikuj djem duke ta parë dje, i thash fute 2 herë, nuk e di pasaj ja hoqe live-in a nuk e di. Okej, ti o vlla jam ke thënë mu për semin e Dubajt, kur nuk të fuqin live këta shkërdatat, edhe është byllë shqirë, edhe unë kam thënë është byllë shqirë, është e vërtet, se e vërtet është byllë shqirë, është e legend i pa abjes, tani rrime te, duke ba ma abetet, droga shaj, për qarë drogë keti semi mërse ta Viktor. fush drogën birë të unë qa pedh mashko. Viktor, 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 mos zhuj automatik. unë nuk jam shprehur për asnjë lloj njeriu. Jo, ti më ke thënë mu, më ke marrë në privat, do t'i kena bo, kam thënë unë, më ke thënë ti të dy bashkë, se të qesë edhe bisedën këtu, po unë nuk kam shit bisedën e jepër. Dire pasaj, çfarë them unë o Viktor? Okej. O Viktor, po deshe se nuk Jo, dua fare. do t'i nxjerrë dhe bisedat kur ke thënë ti Nxjerr. se është djalë byllë shqirë, është nuk i shkoj as ke fibri, janë shkardata, kytë shatë ty, ti e shashe atë, tani rrim live, burri Jo, thu se jo, djesh nga jugu, thu se s'ka Unë- në dhi gja, hish me atë Jo, legendin jo, e, pa të vjen marrë në në modë, jo për muar, për Jo, mu jo, për se jo, nuk dusha. kam të gjë. Ko s'ke thënë? Unë çka, gjoj sekond, unë çka kam thënë për atë? Po i vdek nëna o profesor, o profesor, i vdek nëna që s'ke. O Viktor. S'ke thënë o profesor se Semi kam Dubajt thënë? është legend, i poshtër, i pa abjes, është kar, nuk është kot, tani rrim live me ta s'vjen marrë Jo, hish, jo, edhe je nuk- 20 vjeç burrë shoku, po ne kem Jo, pa jo, ka jo. 6 orë në telefon bashkër, rëpte Po, kemi folur, po. Po ke harruar, po kam thënë Po edhe s'kam unë. sharë ndonjë, më Ha, si nuk si ke shatir, Ja. si ke shati Mirush Burgen, edhe Semin, edhe Klevin, Jo. edhe Alex Vishën me mu në privat? Por e seriozisht i ke këto që të apo?
Po mirë ti, më prit mu 40 minuta do t'i nxekret. Ju mos shani këto si ju shi motra në goj. Edhe, okej, do t'i nxekret. Nuk e kam ditë që je ka shburi pa bjes që për morë. Për mos basi që me të sha nuk shaj, se s'mge sha, as nuk shaj. Po me qanë që ka shburi pa bjes o shoko mjo lpen një i rëp shiri, si puna ati legenit. Që vetë re ju këtu, okej, po ti bandit o shoko që i lpen mos ka nevoj me si pras një lojgjëje, po dalla vere koti mos shpre. Po ti bandit, jo ti m'ke marrë mu profesor, m'ke thënë është bëllë shqirë, është këshu, është ashtu, m'ke thënë ti. Ja, është djali ke. Edhe je live me ta, jo, m'ke thënë është bëllë shqirë, nuk i shkoj fare. Jo. M'ke thënë me zati, ti Olç Nazari, edhe Babalja s'kena falë në 4 privat edhe Fabje Lala. S'kena falë në privat. S'kena falë, okej. Dhe jam shprehur Nalja për zoni njeri. për profesorit, ju komentu si që ndrysha. Jam shprehur unë për Ja njeri. ushi arkivolet e nanës në byth. Ja ushi motra ty që në Europë, pas kam sharru këtë ja ushi farreset, ja u fos karin goj. Ty semi Dubajt. Unë me ty kam vetëm 2 gjana. Për që ata mesazhe që më ke kërcënu me vdekje që rritu re njerëzit, jo kam bidja, kam ti shifsha kret rëp që i ke mrena, po si nëzore kret videot, një. Djalë bësë shqirë. Që ke djalë kur? E para njerë, sa për tjendu, E këse që më rëpë as për Alex Lisha, as për Klevion, as për Miloš Burda, Shaj gosë të gosë në kom shakar e bësë shqirë. edhe as për... Me vane me ush bësat dush për të se me gosë në rreja, ku po ma bet. I kam thënë, as kuj, Që ato ma bet e as si në mos gjëje. Një mesazh të dali, jam unë i keqi, s'më shikoni me në rrjetet sociale. As një lloj personi nuk kam përmendur kur. Zero, as një lloj personi, zero. Sepse se kam parë kur të arsyeshme që të diskutoj me as një lloj personi. Me as një lloj personi, edhe ku kam folur qoftë me Semin, edhe ku kam folur qoftë me Aleksin, edhe ku kam folur privat qoftë me Klevion, s'kemi folur kur për njëri tjetrin. Nuk e di e kja somën aty, e futa se mboni bin kryt nëns, mams, motrës, s'la be pa mba vlla. Po. Se kisha futrët. Po m'la gjan pa ban vlla, du të be. Ta mërësini, si ka lutë. Mirë si kalove ti. Paskoj qik më si, ja po. Për shive tash, profe, edhe nëse ka pas diçka, deri sa ne jemi kjartësu në privat si bura, jo në për life, në për thashathame, si mi marrë me thashathame, gjdo gjë është në regull. Ne bashkë kemi folur dhe të qishim të isha të kafja. Kemi mbyllur bashkë me, ne kemi mbyllur bashkë me kohë, jemi rregulluar më mbas, nuk kam as nuk më del para në rrugë, as nuk të dal para në rrugë, ti ke drejtimin të, nuk kam drejtimin tim, ne bashkë në live, as të gjuaj pik, as më gjuan pik, nuk mbajt, as të kam gjuajtur kur, edhe të kam thënë, që mos më gjuaj pik, se po më gjuajt e të kam thënë do të shaj. Sepse po më gjuajt e pik ti me i loj, këta do thonë, profesori ushit e Semi. Edhe 5 milion euro të më gjuash ti mua, nuk më duhen ato 5 milion euro, sepse njerëzit do thonë ushit. Dhe sa më bën kjo mua, s'më bën asgjë tjetër. Më bën olla, nuk më gjuan do ti mua. E kupton apo? Mu veç një gjam ka me të hatrit e ti. Që nuk mujta me të fut në listë lëpirësave valla. Se bën dot. Ja, qifësha, rëmë E di që ke dashur të më fusi edhe mua në... Bez kom investu, atë shumë. E vetëmja gjë, e di ku më ke kapur mua ti? Që kam bërë, jo që kam bërë hapa mbrapa, po që jam bërë i mirë kuptushëm. Në ato 2-3 rastet që s'kan të bëjnë me mua, po, e di ti, s'te ku ka qënë. Vetëm për ato raste, se nuk, jo që nuk hapja kraunun, po do isha aty ballë për ballë me ato mundësi sa kam. Si Irani me Amerikën, e kupton? Aty olla, deri në fund. Po shatë ka pëlqyte më te ky, se ky nuk është as i pashëm. Se ke desh me e ble profesorin? Profesorin a? O vlla, shife, une e pa ta boj list, në vërtet ja pa ta lyp një shoki tem, kur ina fillimisht në TikTok i thash ma jep listen,
Elpirsave edhe BQ-ve. Edhe beçë, okay. Po, a I tha, po ta ja, patër fillova e hapa një fajle fillova me shkru vetë. Që nuk e fus profesorin list, nuk e fus o vlla. Pa ti jesh me në Islam ti. Ja, I pata shku me taku, me pi kafe me to, po smujta, me taku se më qashtu më dul puna e shkove u ktheva. Po smujta. Po e sigur. Te kishe takuar profesor dje se 100% ke pas për një të lista. Qa? I lashin te pija. Ore bando, gjoj një sekund që ta kuptosh ti. Unë këtu jam 1% profesori, në jetë jashtë jam 1.000.001% profesori. Unë këtu dhe ka gjëra që bëj sikur si kuptoj, nuk reagoj, I te kaloj se duare. Nuk jam unë bando që ti themi gjithashtu si që janë. Unë me këtë zotrin që është këtu, ka pasur ca rrethana të tjera që janë shumë njerëzore, nuk kanë lidhje me TikTokun, që unë nuk dua të kape me këtë njerëzore. Ka që pik tani, nuk ka lidhje me mua fare, o vlla. Ka lidhje me Hasanin në Uzbekistan, s'ka lidhje me mua shoh. A thu si tu të presh asaj pasurie se ja ke pa në Google? Ore disa, ore bando, 100.000 euro duen. 100.000 euro, vlla. E mbaron punë me çdo njeriu, 100.000 euro duen. Le të ketë ky 100 miliardë euro shoh. Se ka ky. Ky ka diku te 2.7 bilion, 2.8 bilion. Punë e madhe. Po 100 milion. E ha, do mua be tani. 100.000 euro duen. Ti kish pas sa kesh Për këtë betojmë kam një shokun, për 100.000 euro, madje mund më bëj oferta ai, 50.000. E ka po vlla, e thot e kam semin këtu, çka ke për t'i thënë? Ky mund t'japi pastaj 1 bilion mbrapa, ai vjen më kap mua. Edhe kjo mund të ndodhi. Du më japoj pyetje se. Po demi një bëj. Fal se po të ndërpres. Rob du më japoj pyetje sakrat. Rob se s'ka pas frikë se ka taku lëllë varikar si rob. I mat pulsin ai para si të takoj. Pse erdhi në Island e mos të takoj iku? Si ka mundësi jo. Pritore. I ke taku lëllë tipi e ke. Dëgjoj ku o Përgjizna bandit. Unë e para që pranoj mu taku me njerëz, unë I fus në skaner, valla. Çfarë më thon kjo? Skaner do me thonë, I skanoj komplet prej kokës, e teri te kamp, edhe prej katragjyshit, teri të thmin djep që e ka. I di keq. U matë pulsin, ore. U matë pulsin. Me pati bandit që shiten që do në TikTok, njerëzit mi po kështu duke në dhësë jënë 2 metrat naja, vla. Po më po mi ju dalë për paran. Po me fry era, duesh me majtë se po ta merr era, vla. Osem, kam një shok shumë të mirë në Vlorë dhe ka shprehur dëshirën do të takoj të pi një kafe në aty, me ty në afër. Kismet. Po, është me vërtet shoku mirë, jo kështu. Kur të bjerë rruga në Shqipëri në Vlorë, më thuaj, është djalë me norma. Se më del në mendja pastaj edhe se e kam këtu te live-i, po më bën shaka I qyfyre edhe më ka thënë edhe një para kur kemi folë. U bando, çka si e ka ky vlla? Ky Po kjo programe ta që shikoj se e ka jetë e hap një gar. Pse s'ka dal hala valla, se ke shumë kohë se ke shit në treg. Do dali. Skema bando, skema. S'du me qit që e kanë qit tjerët, e me bo një avdit zhure me dalë me probleme me mbyll tani, a kupton. Une jëm të e testu, ka mësi që për 2 javë, mas shumë ti 3 del, po pa koni bindun vetë, une e marrë qdo biznis me seriozitetin më të madhin. Ose funksionan, ose nuk funksionan. Që ka me dalë ti, mi marrë do pajisë elektrike, mi auqu atyre që punojnë me naft, e kur t'ja u bish atje mos me të punua, u këton. Ja t'ja them mu... I testoj 10 herë në fabrikë timen para si minis. O bando, ta them mu se në tyre... Bando, shiko tani ku është skema. Se është skema e gjithë kjo. E para njërë ky po e reklamon gjitha ndej. Po investon ky vlla, për ta reklamuar, fuqishëm. Sepse biznesi do reklam. 1. E dyta, po e let tërkohë në pritje vlla, sepse po të thoshte ky do nxjerr gërgërin dhe për një javë ta nxirte, ky e ka bërë gati ka një vitore. Po ta nxirte ky njerëzit nuk do I intrigonte pjesa ta shikojmë si është. Edhe ky vlla e ka studiuar situatën. Po du me ditë me Fiber në qa u bon tash, se ky ka pas akses në Fiber. Asnjë.
Jo s'ka pasur lidhje, as ky as Aleksi as. Fëmijëve asnjë hiç. Ata e kanë pasur ta çuna në Shkodra dhe shumë çuna të mirë, ata vetëm zgjodhin. Olla se pse pse ke lek pa në Fiber nëse s'ke pas xhan tani, por e ka bëj mohabet. Pa mos. Thjesht po ta them me seriozitetin më të madhin, edhe munën nëse është kush i Fiberit këtu, se unë i kum taku pronart kom nejt, kum bo biseda. Komente çuna mos Sa të gjata me ta, thjesht me avansu. Me një mua ta çuna. Me një mu, unë e kom argju dikon rreth 800.000 euro, jo ma shumë të pagume, karikimet me pages. E kom muhabete të mira, kom raportet mira, si me pronari, si me qunët që punojnë aty, po unë s'kom pas lidhje kur gjo me platformën. Kam qenë thjesht një gifter si çdo gifter tjetër që ka. Jo, jo nuk ka pasur lidhje. Unë madje me ata çunat kanë folur me ata çunat e Fiberit, janë në Shkodër, janë shumë çuna të mirë. Unë punoj me atë në Budapesh. Po ata bën gabim në mënyrën se si e reklamuan, zgjodhen mënyrën e gabuar. Ata e di si mund kishin ecur bando. Edhe sem, për mendimin tim personal. Po dalinin aplikacionin, që në aplikacion të dilte kush ishte më i zoti. Të rinj valla, fytyra të reja. Jo vajtën aty Semi, vajti Aleksi, vajti Klevio, vajti Kozaku, vajti Greca, edhe hajde suportojmë ta. Jo re vlla, TikToku eci, sepse nuk u bën ata të Instagramit të famshëm në TikTok. Si ka mundësi ja shifsha jetën, këta nga foli për këta TikToku, që e një edhe kjo sa kom i vetë. Si ka mundësi Allah, se kanë bëllë dhe emra shtatuash, në emrin e ti se ka bëllë halë kërkush. E këtë kjo ka hedhë shumë lek. Emrin tim? Ha. Dhe mos flasë që kanë bërë. Në emrin tim, jo që kanë bërë të dash, po e kanë bërë gjysën e shpinës, e kanë bërë gjysën e trupit. Si kom pa unë e pra? Ore, bando, pasën ashta nuk janë njerëz që rinë për live-et njëjta. Për Semin të vrasin në bando. Kush e ka tatuazh nga qëta se një unë e për Semin? Alban Nikola në e njef. Po. Alban Nikola ka gjysën e shpinës, koronën edhe emrin tem. Tatuazh? Po. Gjysmën e trupit. E tjetër? E ka suportuar kjo valla. Ore, më sa ky ata e kanë ndihmuar. Dhe s'ka asnjë gjë të keqe. Kam pi 2-3 herë kafe me ta. Jo, e kanë ndihmuar, s'ka asnjë gjë të keqe. Në Itali, një meksikano ka bërë gjysën e trupit. Edhe ka bërë një deklarat, emrin edhe një deklarat për funi emrit, ko gjatë madhen. Po Kozakun, ma thujt drejtën, pëse si ke shulje Kozakun? Ajo meksikano ansem, ti jo tatuash, pa i do të bëjë statuj. Aman e da profe se em shumë kurioz me ditë dhe zhona. Ky, oj farë shkërdhate, ditë dhe zhona, ky edhe, bo ku do ky. Po shto, ja ka erdorin. Po Kozakun për shase ke suportu, se Kozaku bol ta ka që zëngjirin në qafë, që shto, frape. Ta thom drejten, pa përmenem, na, disa persona që jo ndishka ma ullë se Lpirsi, nuk i kom suportu sepse në rastin e këtine që ishte ma heret, kanë qenë disa persona që i kanë shku të live dhe kanë shajt në emën timin. Automatikisht mu profa ma ka pathon një herë me rotula një fjal, një live, jetu ju shy qenë tua, po tu i dishka në lidhe me këtë puna, u tonë. Në aspekti që mos i soporto disa njerë si po dalin për në shajnë, vla, edhe bëdhojnë për Semin. A u tonë, ata në emën temin i kanë dalin i kanë shajt njerëzit. Ore, në emrin temt, gjok të tonë. Në emrin temt, dikush ka shpëtuar pa u futur në bagazh, më saktë. Në bagazhi, ka thënë, aman se janë paguar, ja ku i keni mesajet. Po bja, na qeta moshe. Në emrin temt, doli dhe tha aman tha, sepse unë jam paguar. E më tha mua i shok, o vlla tha, ky po thot ta që është paguar. I thashu se ka na vete ajo. Po kështu thot ky tha, i thashu na ti çfarë po thot, tulem gjuj tha. I ki thashu na tyre lëreni, ec. Ja thash vaj lesë s'kam ne vetë më rëmë.